أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حديثه إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أو كل عام يا رسول الله قال فسكت ثم قال ألا لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Gjëmatin dëruar është qartë të natë tema është hapën lidhe me ibadeteve më të mëdha lidhe me haxhin. Allahu Jelle Jelaluhu është fillim e lutim që prej neve dhe ative muslimanëve haxhin kabul të banë inshallah. Prej javës kaluarave deseve që kemi bën lidhe me këtë ibadet të madh. Edhe sot kemi vendosur që diçka prej ajeteve dhe haditheve rreth të ibadetit flasim para xhamatit tonë këtë xhami. Allahu Jelle Jelaluhu ve nisbe dhe me sinqeritet që anë kanë botës këve muslimanëve që shkojnë haxh më së pari që u ban let edhe kabul, edhe muslimanëve për të cilën haxhit lutin në vendet ku lutjet kabul bën, Allahu Jelle Jelaluhu edhe atyre që për të haxhit janë lut Allahu Jelle Jelaluhu sevap e javdan inshallah të haxhit. ولله على الناس حج البيت. الله جل جلاله القرآن الكريم thot për njerëzit është farz të vizitojnë Ka'bën, ta bojnë Ka'bën vizit, ta bojnë Ka'bën ziarat ata të cilët i kanë plotësuar kushtet. Men istata'a ilayhi sabila, është gjë normale kjo pjesa e ajetit i përfshin ato sharte të cilët qish me dorësit e kalume i kemi një, kush e ka farz në haxh me shku s'ka nevojë me ndoj një përsërit prapë edhe një herë. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Pjesën të cilën javën e kalume o para kalume sot i kemi shpjeguar të ajetit është për ato njerëz të cilët Allahu Jelle Jelaluhu thot haxhi është farz për ato të cilët i kanë plotësuar kushtet, kurse në të kundërtën ato që injorojnë këtë ibadet, a mundësit i kanë. Jo injorojnë, thonë për shembull nuk është farz. Jo injorojnë, nuk e pranojnë si shart për dorës i fesë islame, po nuk i binë mas. Koha vjen. Mujtë haxhit janë. Këtë kushtet për me plotësuar këtë ibadet të madh i kanë, ama nuk e realizojnë. Nuk kujdesohen, nuk fillojnë rrugë për këta. Këto janë ato njerëz që kanë mshef të mirën. Këto janë ato njerëz që kanë mlut vërtetën. Allahu Jelle Jelaluhu tha, ka thënë Kurani Kerim, inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Ka as për ibadetin e të mirit, as për refuzimin e të keqit. Për as njoni s'kam nevoj. Allahu Samad, çdo gjë për Allahu nevoj ka ai për kërkan. Në hadithin e Rasulullahit a.s. sot që do ta shpjegojmë, ka thonë ja ayyuhan nas, në haram në rast, o njerëz, inna Allah Ta'ala farada alaykumul hajj, hajjin, Allahu Jalla Jalaluhu ja ka bën farz. Sikur që ka bën farz namazin, sikur që ka bën farz zakatin, sikur që ka bën farz Ramazanin. Buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah, Islami rrin pas shtilla, shahadeti, namazi, Ramazanin, zakati, një prej këtyre pesëve, është edhe haxhi. Fa hujju, pra masi këtë ibadet javë kam bën farz, njëherë një jetë, bane. Fa hujju, shkoni këti obligim krine. Një burë tha ja Rasul Allah, mas këti urdhi, mas këti imperativi tha ja Rasul Allah, awa kulla am, tha për veta, Rasulullah s.a.s. ka hesht, s'ka fol hiq, ma vonë pak, tha, amma lau kultu nam, le wajabet. Sukur të kisha thonë, po, ka pas me qenë për juve vajgjë për vetë me shku në haqë. Ka thonë, wale ma statatum, nuk kishi mujt me arrit këta. A shumë me gdan, a shumë realiteti malë që për një me njeri ju, muslimoni e ka vështirë me arrit për vetë këtë ibadet malë me bon. Abdesin e kemi të durt, gjamien e kemi midis katunit, kushtët i kemi uj edhe liri sa të dush për me fal ibadet, qës po bëhat? Edhe me neve, na shoqënon ka të shkojmë pa asë një mastraf. Kurse haxhi, është ibadet shumë i madh. Haxhi është ibadet shumë i gjon. Haxhi është ibadet i cili përfshin gjona ma shumë se namazi. Namazi çka përfshin me vete? Trupin ton na merr një pjesë prej kohës. Trupin ton na merr një pjesë prej kohës. Haxhi çka ban me neve? Haxhi është kompleks i ibadeteve i madh shumë. Me trup duhet me bë, me pasuni duhet me bë, me kohë duhet me bë. Në venin duhet me ndru, udhtim duhet me bë, shpirtnisht duhet me angazhu shumë. Është ibadet shumë i madh. Por atë shkak, ka thonë Rasulullah s.a.s. Amma le u kultu nam le wajabet, o le mastatatum, me pas thonë une se po, për vetë, ka pas me qenë farz, ka pas me qenë wajib, si shi mujt me bë. Pos kësaj, a do të në ndihmon të athu ekonomia, me shku në haqë për vetë. Një njeri, do ma qëllëk, një njeri i cili udhëheq rregull në shtëpinë e vet për rini, e ka mërzi pak me janu menën, pi fillimit e ma vonë dikur me i da disa dinar për haxh. Kështu duhet, rregulli ashtu megjithëse njerëzit e tonë nuk po veprojnë, se të na shkojnë haxh vetëm ato shka atë vetë shka kanë shkuar në haxh, atë vetë ju ka dhënë rasti me pas, e një pakicë e vogël janojnë menën pi më herët. Çito shka janojnë menën pi më herët janë më të mirë, janë më të suksesshëm. Thojnë për shembull, kur i ka 25 vjet, këtë 100 mark do të alon për që këtë pun. Këtë 100 mark në mot për që këtë pun. Kur të bojnë një 10 vet, i bojnë hemen para të haxhit. Dhe njëherë vinë ma shumë, dhe njëherë ma pak, e njëherë prej herëve, një vite prej viteve, kura i ri aj, thot tamam, shni i kam 35 vet, dhakt mo, i kam ra mas vetës, që parët, që mujtë haxhit, që rruga qelë, që kushtët, shkon haxh. A këto, ma të dobët cilët janë, ma të dobët janë ato të cilët, e lonë si na, për shembull, rregullorja jonë, në pleçni, edhe ata si të gjinët. Tonë henez, hala, defekti edhe ma i malë të populli jonë ashtë, se krahasimet e mundojnë shumë se lonë me shku në haxh. Krahasimet e dopta të cilën në shariatin tonë bazë nuk kanë. Cëllët janë ato? Një krahasim prej krahasimeve. Halaja miri, njoni, 60 vetë henez, hala i ri, s'ka vakt me shku në haxh. Krahasim pa bazë. Krahasimi qeter, shpijen dishka se kam hala në regull. Anë mujtë e haxhit ka himrena. Kushan mujtë e haxhit edhe i ka para të haxhit shti edhe nuk shkon, e kalon farzin e Allahut pa bitisi cili meriton dënim nesër. Krahasimin sa e ka dëbët të shpijen e kam hala pa mirë, pa bon, tamam. Njoni thot dasmën e kam, njoni thot gjemti kam, njoni thot hala vec jam, njoni thot nuk me vlajnë dishka, njoni kejt krahasime pa baza. Kurse mujtë e haxhit edhe parët në gjep nuk vesin kësi kushte. Po njeriun e detyrojnë me shku në haxh e për qenë u për qerat pun në kalon dhe 9 muj qera për mu angazhu. Ato muj janë të Allahut edhe nën ato muj jemi të ati, bereqet edhe idare edhe jetë sa të dush mas ibadetit kryer të Allahu Gjelle Gjelalu i cilin ne ka bon farz. Xhamatin nderuar, prej rregulloreve të islamit në dinin e cilin jemi na,
Rasulullah a.s. ka thonë, dinu yusrun wa laysa bi'usr, Islami a lehtësi, nuk ka rëndësi. Për atë shkak edhe sahabët, kur i ka qu me thërë në Islam, ju ka thonë gjithmonë yasiru wala tu'assiru, kallëzën e lehtë këtë fe. Jo ran, kallëzën e lehtë se është Islami fe e lehtë. 70 vetë stash punë një herë me shku në haç, s'ka ma lehtë mo. Ma lehtë edhe hiç mos me bazma farz. Ama s'mundet. Islami a dini lehtë. 97% kemi thonë 1000 herë për zeqatin tuat, 10 gjimës të Allahut, edhe 11 mujt tut njaja Allahut, 70 vetë tuat, 3 mujt Allahut gjelle gjelaluhu, 1 mujt Allahut, 20 dit për me kri haqin edhe disa dinar, kja i badet shumë i letë. Vetëm e do një regull, e do një kujdes për me herët pak, edhe e do një kujdes për me herët pak, që njerëzit me shumicë të arrin këtë ibadet të bojnë, me shumicë. Ashtë qëllimi që jo kështu që jemi na, jo kështu që që vazhdojmë na, po me shumicë do thot, antarë të familjes, edhe femne edhe mashki, të bojnë men për haqin, për në rini. Edhe ato në familje të bojnë shumë, këti para Allahut ditën e kiametit, mos dalin për e kri këtë ibadet. Se janë mundësit. Qish janë mundësit? Ashe vërtet se ekonomia e popullit tonë ashe ullët gone fundit. Ashe vërtet se njerëzit e tonë kanë probleme ekonomike. Edhe kjo ashe vërtet. Ama ashe vërtet edhe nja se në haqë nuk shiren disa pun imësisht, sukur shka shiren disa pun për shembol le trasadit me grebulk me i bo mirë. Po do pun shirim e thajmë njën matë madhe, shkojmë në haqë e betisi me lusim Allahu Gjelle Gjelalu qerat na e ban letë. Një njeri ka ardhe ka vetë Rasulullah a.s. ka thonë ja Rasulallah, hadisin e bani vetë Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, ka thonë ja Rasulallah, eju l'ameli afdal, cëla pun këtë islam është me e mirë. Tha Rasulullah a.s. imanun billahi wa rasulih, me besun një zët, edhe në Rasulullah a.s. në islam është pun ma me regull. Do me thonë, e zen numrin një, s'ka para besimit kur gjo. Amentu billah, më para kësaj fjale edhe mas kësaj fjale, si mës të ketë iman këtu basë, si mës të ketë kejta është dunjoja tërë, kejtë kufëra. I pari shartë, amentu billahi wa rasuli, besojnë Allah edhe Rasulullahin a.s. Tha ja Rasulallah, këta e kuptum, thumma aji, e mas kësaj, cëla puna ma herli pun, pi mas këti besimin Allah dhe në pejgamberin tha, el gjihadu fi sebilillah. Tha me luftu në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Me luftu në rrugën e Allahu ta shtem në veti, kur të folmi për gjihadin dhe një herë, e zgjarojmë, a gje ka shumë muhabet, po këtu disa fjalë shumë shkurta. Me luftu në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanuh, do të thot, mu angazhu me laps, mu angazhu pingju, mu angazhu me gju, mu angazhu me laps, mu angazhu me liber, mu angazhu me shkoll, mu angazhu me universitet, mu angazhu me fakultet, mu angazhu me dialog, mu angazhu me ardh, mu angazhu me gjak, mu angazhu me evlat, mu angazhu me mal, mu angazhu me tok, mu angazhu me shka ke, edhe shpirtin majs mërami kejt që sa i zbashku, i thojnë gjihad. E gjihadi shka kana pra? Cëlla ta lipe sot pitije, cëllën piqitive pjesëve të cekura, e lip prej tije islami, që ata kur mos ta jepësh nuk jenë gjihad pra. Se nuk do të thot me bon gjihad, lufta një me gjihad me pushk, me ngrejt pushkën kundra në mikut, ama nuk e ka lip islami kutura njoni me dal me vrani njëri, jo kështu, e ka venin e vetë, a dit kur ta lipe koha si mës dilesh nuk kanë regull, ama kur të lipe islami pare, a gjihad, dush mës me uda, kur të lipe islami fjallën e drejt, hakin me fol, është gjihad, qa dit për tia hakin du të mu fol, hakin dush me fol, kur të lipe islami një dit për ditve dikan, paq me bo me dikan, du të me dal paq me bo, me afal herifit si ta meritoje me afal, në gjihad je, edhe kjo a gjihad, a dit e ka lip Allahu për tije që ketë dush me afru. Tha Rasulullah a.s. mas besimit në Allah, edhe mas besimit në Muhammeden a.s. ma herli punash lufta në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu. Tha thumma eju ja Rasulallah, e mas kësaj, tha Rasulullah a.s. shahidi i dersit tonë sëtë, tha haqjun mabrur, me bo një haqj të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu insha Allah kabul e ka bo. Tha qësi një haqj me mujt me bo. Haqj mabrur do të thot haqj i cili ka qenë pa defekte,
Haqë pat meta, i cili është bon kabul, inshallah. Me mujt me arrit atër të një qisi haji, është më mirë se kjo faza e tret e punëve shka Rasulullah i ka aranit, se janë ma herlip njona, e tonë e qetra me radhë. Pra, mas imanit në Allah, mas gjihadit, më njëherë prej punëve më me rëndësin këtë din kana, haji. Ja pas ka në Rasulullah një kusht, nuk ka thonë haqë, po ka thonë haqë më brur. Shka ka në këtë hadis? Shka ka në këtë pjesë hadisit më shef? Pse s'ka thonë, mas imanit në Allah dhe në pengamer, edhe gjihadit li fisebilillah, është më njëherë haji me mshel, haji edhe usas, po ka thonë haqë më brur. Pse kështu? Ka thonë, pra, pu shko kanë haqë, edhe pudash ka me bot plotësu, pudash ka me bot korrigjum, pudash ka me bot regullum, e tani me u bon kabul me qenë hajrliste. Jo veç, nuk kana veç me shku në haqë. Masin këtë hadis gjëmatin dërshëm, është se kushti me qenë më brur, me qenë i pastër, me qenë i vishëm, me qenë regull, me qenë pa defekte, pa të mbeta, për shembull, për të mbetave haqit. Kur po thojmë të mbeta, ti cekim shkenë, shfar të mbeta mundet me pas haqit. Ka thonë, men haqja, el haqju ashhurum malumat, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Ku i bot haqillëk i farz, edhe shkon si vet inshallah, ka thonë fala rafath, s'ka me fol fjal pa lidhin haq. Rafath i thojnë me fol fjal rreth grave në vaktin e haqit, fjal rreth grave. Wala fusuk, me nënshmu me shtip njerëz me fjal, me shtip njerëz me fjal, me randu me fjal njerëz, me fol fjal shka në to ka gjunat vogle dhe të madh. Wala gjidel, edhe mës me qenë dialektik, mës me qenë grindavec në haq. Me unal me një njëri jabangjia gjë për shembol, nash në pazar të bletë u shit, për një qmim, nash një në rrug me dikan, e me tanis një puteret madhe, kjo ka kështu, kjo s'ka kështu, e gatë me qu, me harru qëllimin pëse kishku në haq, me kalun dhe faza, shka s'janë të lidhme me haqin, kejt këto janë defekte, kejt këto kontribojnë mos kabul, kontribojnë mos pranimin e haqit, kejt e paksojnë, e zhvlerësojnë, e zhveshin haqit. Pra për atë ka thonë haqë më brur. Ka thonë men haqë falam jarfudh, falam jafsuk, raja min haqjihi ka jomi waladethu ummuh, kush shkon haqë, edhe nuk folë që si fjallë, shka i cek, i Kurani Kerimin, suratul Bakara, këthejat prej haqit sukur kure kalin nona. Do me thonë këthejat pas një gjuna. Shka ta mërmenja gjëmatin dershëm. Njoni prej juve i ka 1 milion marka bërgjë, njonit me jakëthi. Ja ka marë 1 milion mark i ka bërgjë me jakëthi njonit. A asë një dinar se ka nga të veti, hiq. Qish del në sokak ki? A ka qef me e takuat njerin dë njëherë? Jo, mira ki mës me e takuat atë bërgjlien. Ma lirë hecë. Si të në sokak ka qku e mi dal ki, jetë ngusht fort. Në këto muj që është i të haqit, në këto muj, njoni i ka thonë kështu, 4.000 mark, 4.000 marka, duesh me shku tëri me një ven, më uthelu këlla një gurit 7 herë, edhe me arë, po t'i falaj ti e 1 milion mark, se kia asë 1 dinar bërgjë. A janë konë që to 3.000 marka ki për me shku qatë me arrit? Si pas regulorës, si pas tonës, na që shmi të shku në haqë, nuk duhet me shku ki. Se njëri ju në shti i ka para të haqit, s'pu shkon se s'ka shpi. I ka para të haqit, s'pu shkon se ka darsëm. I ka para të haqit, s'pu shkon se murë s'ka maru. I ka para të haqit, nuk shkon se s'ka ble, për shembl, qistek s'ka ble. Në me shtaj s'ka ble, se ka punën regull hala. E mirë, ki ka bërë shumë, 1 milion marka ka mi këthi. Ka arë njëri për dhëtë, na, që 3.000 marka shkopan se lukolla, filan gurit të ura gurit, se lu 7 herë, hajde, 1 milion marka fali kije. A duhet mi kursi ki këto, ki shkon në kom. Tim shkon në kom, vesh të arria jo e modhja ti falët. Në regull pra, me 3.000 mark, të ka thejrë Allahu Gjelle Gjelalu, o i dashur, me shku me uselu këlla qabës 7 herë, kej, jo miliona, kej gjunat, 50 vete keton, shka i ki bo me ti falë. Thot, kur të shloj të knena me ardhë ka shpia, su kur a dit shka ke lindë. Do të thot, rasti jo tash, me nis jetën për zdit. Me u bo një remont, i dukshëm, një remont i lam me benzin, me diamant, që ti edhe një herë, ti i po të rasti, t'ja njësë shpipillimit, e po i livdoj kënë këto
po e lifdojkën këto njerëzit që ka blenë kerra shumë, po thojkën unë e kam bleni kerr. Sa pare e more? 90.000 mark. Shumë be? Shumë be? 90.000 mark shumë? Shumë po, e di shka ka? Po thojkën këto gjemë të matri shka janë se na, shka hala kanë se vda në ato punë? Po thojkën, po ama, unë e kam selë sefte. Qështu e pas këtë një lafë? Sefte, unë e kam shti Chelsin. E kjo sefte, unë e kam shti Chelsin, kana pak dishka ma interesant se dikush për para. A ki qef pra dhe njëherë me shti Chelsin sefte? Me anis se vapeve dhe të mirave të krarë dhe njëherë, pin hiq, as 1 kilometr hiq, as 1 zez, këmisha e bartaze, Allahu alem mas haqit sa ke jetë, e ndoshta ku e diune, kur të vejnë e vdekja ti e amua a qetrit, shkon para Allahu gjelle gjelaluhu, as 1 gjuna, as 1 e keqe me tije, as i vogël, as i madh. Haxha bazeni madh o burra, haxha bazeni madh o ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A dje kur shkojnë njerëzit dhe dalin në dhe të shenjë, në dhe të madh kanë qëllime të mloja. Ndoshta na nuk e kemi arrit. Ndoshta na nuk kemi arrit në përmet për shkak të mos spjegimeve të trasha të mloja, gjona të ulemave ton, ndoshta na kemi bën taksir, kemi bën mungesë në spjegimin se shka është haxhi, por mundohemi me tonën na me ju spjegu xhamatit tonë se këto muj nuk janë muj gjumi. Këto muj nuk janë muj fletmës, këto haxhi nuk ka ibadet rasti. Haxhi është ibadet thirrje. Haxhi është ibadet demonstrimi. Haxhi është ibadet i trazimit. Haxhi është ibadet i homogenizimit muslimanëve njëherë çdo vit. Duhet mu trazu në kom. Për në haxh duhet mu trazu në kom. Edhe ato shka se në shkojnë, xhamati ndershëm. Edhe ato shka se në shkojnë duhet mu trazu në kom. Qisha? Njoni me ta ngut dikan familje. Ti edhe ke ndodh aq i smut xhamot. Aq i pamundshëm, aq i lodh. Merë vesh, pak i paralizu, i damllaesëm. Ki marrë vesh atje se në sokak cullë të tu këshin dalë për ngut si me dikan. Arriti si e i smuta, qashtu i paralizum livrit pak me dala gjemi një mu. Qashtu i paralizum livrit pak, për të keq për livrit, e për të mirë. Për me dalë me bon ma keq për livrita. Po për në haqë, për një badet, për me ta falë. Në haqë janë angazhu njerëzit në paralizum me shku. Në haqë kanë shku gratë në kom 2500 km. Një grue ka shku në haqë 2500 km në kom. Radiallahu ta'ala ana ka vdek moti 2500 km në kom. E kanë folu le mot një fjalë kur se kanë besu. Kush e ka foli inshallah ka delil. Unë s'kam delil, së në mbroj. Me më thonë dikush kalzona, së në mbroj. Kanë thonë qabja i papas dal për para me prit. Nuk del qabja për para me prit kërkan. Nuk ka oksigjona në shëriatin ton. Nuk i qabja piveni me shku me prit filonin. Po ulemat shka kanë pas për qëllim me këtë fjalë. Kanë pas për qëllim me këtë fjalë se shpirtnisht një gjo e mshep pika ana Allahu gjelle gjelalu një ikram një nder ju ka bon këti insani e cila anis me shku në haqë në kom ama jo si na në haqë në kom ama s'pak hec e direqat fal namaz hec një tro e fal direqat namaz tu afru të ka qabja kanë thonë për ikram Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu i ka bon kësa i grue të mundshme me pa se qabja ka dal me prit nudhe kush po ven ajo në atë kuptimin se qabja a gjekuante a i veni a shkull e ka shku matane ka shku matane me prit një grue me neve jo në këtë kuptim se nuk kanë regull si do qoft ikrami, nderimi, faleminderimi kerameti i Allahu gjelle gjelalu i ipët sinqertive ative shka ja kanë një pun për një me po du me tregu një fjallë në gjami sot me gjithë se këti poplit tonë këtu nuk i intereson edhe s'ka nevoj vela ama unë për spjegoj qërë shka bojnë shka kanë një vetë me një shtet në Afrikë ka pas problem rinia me shku në haqë e kanë blokuar a drumin qitetin Lagos kanë hip në balona me zorë kanë rarë në qabe e kanë bo haqën qështu e kanë bo do një herë edhe kjo pra në histori kanë ndodhë nuk kanë nasihat për juve me ju spjegu me rritat homogenizimin rrës një ibadetit madhë po nuk shkohet kështu në haqë shkohet me regulore ama do dhe kete kanë bo me dal në qabe, me dal në Arafat dhe maroj puna. Haxhi, shka është gjematin ndershëm? Një grue ka ardhë i ka thonë Rasulullahit a.s. ja Rasulallah nara l-gjihada afdal l-amal afela në gjahid tha neve për në do këtë lufta në Allah pun me shenjt atë bën gjihad gra
Tha Rasulullah a.s. Jo, ka më mirë. Po e shofim gjihadin, pun me shenjt në islam, a ta bojmë ja Rasulullah? Tha jo. Tha, po shka të bojmë pra? Tha, haqë më brur. Tha, bane haqë. Bane haqë. Punë e madhe, prej punëve mdoja. Tha, bane haqë. Tri gjona, në këtë dersën e sotit du mi cek, edhe ato shumë shkurtimisht, në lidhe me këtë ibadet madh, çka është haxhi në islam. Haxhi në islam i përfshin një tri gjona xhamat, të trija do t'i cekin në numrin 1, 2 dhe 3. Haxhi pos qerave që është ibadet, përfshis i trupit, i mallit, i shpirtit, këto tri elemente kryesore i ka haxhi me veti, se dush me shku me trup, dush me dash me shpirt, edhe dush me një parë prej xhepi. Këto janë tre realitetet pa mohueshme. Pos këtive. Haxhi shka në që tërsen? Haxhi është revolucion. Çfarë revolucioni është haxhi? Haxhi është revolucion fetar. Haxhi është revolucion popullor. Haxhi është revolucion islam. Me një mënirë, jo në atë mënirën që shedin halkit fjallën revolucion, se e kanë mësura fjallën revolucion, muqun kom me bo bagatella. Po haxhi është revolucion në vetën e ati shka shkon haxhi. Pa revolucionu njeri mrena së në merë këtë rrugë. Pse do kanë pare nuk shkojnë haxhi? Pse do? I kanë kushtet nuk shkojnë haxhi. Për shka se nuk e ka fut në vetën në maqinerin e revolucionimit, me revolucionu vetën, me e trazu vetën, me thonë qështi, që kjo e ka kohën. Pranvera është revolucion. Pranvera është revolucion. I kuj revoluciona pranvera? Pranvera është revolucion i bujgjve. Pranvera është revolucion i bujgjve. Qështin sinë në pranvera shka ka popull, e ka vaktin me qenë mometrije, me pleqe, me kejt, në përara. Revolucion, trazim, e qume në kam, homogenizim i popullit, mas asaj shka sot si mësë bëhat nesër, mosën e arrit. Nuk mellët asatit mas di mujve, sot mellët. Nuk shkot në haqë masit disësh, sot shkon në haqë, sot është dita, sot është vakti, sot është muji, sot është sahati. Haxhi pra shka kana një punë prej punëve, kana revolucion. Revolucion në vetë vetën teme. Ashtë revolucion familjar, edhe ashtë revolucion popullor. Revolucion i dini, revolucion islamik, që njerëzit prej aneman botës 5 miliona, 6, 7, si vetë, dalin me një vend. Edhe ashtë kongres, për fjallën kongres, kemi spjegu. Veç kësaj haxhi halash ka në qëtërsen. Haxhi veç kësaj ashtë edhe gëzim. Ashtë gëzim. Gëzimi i haxhi dahet në 3 pjesë në islam. Në 3 pjesë kryesore. A i ndahet shumë pjesë, ama në 3 pjesë kryesore. Në numrin 1, gëzim individuali, thojmë na. Farah fardi. Gëzim individual. Çka do të thot? Haxhi a gëzim individual. Si cili për veti shka shkon në haxh, e ban veti mrena një gëzim të madh që po shkon në atë vend, nuk mundet me ja spjegu kur kuj. E ka kot. As mos shkoni me vetë kërkan, sa je në qef që po shkon në haxh. Mos shko me vetë kërkan. Ai çum dimet kallzu valla se sa në qef. Ku e dimet kallzu se sa në qef që po shkon në haxh. Ai shef do ëndra natën, ti flen nga ta tira hat, i shef do ëndra ditën, ti flen me ta, aja të shku dika në ballon a gje, anë kërra, në koma, me shka të shku, ku me dit, së ne përjeton. Ti shka s'jetu shku, së një ban ato përjetime. Ashtë një gëzim i mrenshëm, i cili nuk mundet me u manifestu në asë një mënirë jashtë, e përjeton edhe e din vetëm aj shka e ka bon jetë me shku. Haxhi ashtë gëzim individual. Vetë personi i cili shkon haxh, vetëm aj në mënirën e vetë di mu gëzu. Se në dalë me kërkan, asë që dikush prej monësh, mundet me marë hise, me thonë, valla, edhe mu e pëmbohet qefi, sa ti je që ti po shkon haxh? Jo, valla. Jo. Mu e s'di me më bohet qefi, sa ti je që ti po shkon. Haxhi është gëzim familjar. Pos asaj që është gëzim individual, është gëzim familjar. Familja, komplet me të mëdhej, me të vogli, gëzohen kur qkoj e njerin haxh. Si mës gëzohen dinin e kanë pak. Si mës din më gëzu, duhet me ju një mu dikush. Me imësu me u gëzu. Me imësu me u trazu, me manifestu qefin e dhe gëzimin shka e kanë, në të shifët se në atë familja anë të ndodhë dishka e madhe. Në atë familja anë të ndodhë dishka e madhe. Familja duhet më gëzu shumë për atë njeri shka shkon haxh.
Kejt familja me të mdoj, me të vogli, me burra, me gra, du të me qenë në kom. Edhe ati njeri mi bon ndërë të veçant, ati njeri mi bon respekt të veçant i cili janë të shku si vetë në haqë. Prej familjes. Pse mi bon respekt të veçant? Shka në të boj? Pa, shko në haqaj, edhe e ban farzin, këthejat haqit e shpia dhe hajt. Jo ashtu. Jo ashtu. Kur peqojnë një njeri në parlament, kur peqojnë një njeri në parlament, po qohet një popull komplet, po e voton, po homogenizohet deri në pikën e fundit, edhe bile, po shqetësohen vllaznit me zveti. Njoni më thotë, une për ketë, po thëmë, ki duhet me shku. Se kim përfaqëson mu ma mirë. A i qetri po thotë, jo, mëra, ki nuk merë vesh gjon. Ki qetri unë shka po thëmë duhet me shku, se ki ketë veti e ka matë mirë se ki. Njerëzit po venë puna terisa shpirtnisht po preken me zveti tu pas, prej qefit bëhet kjo, prej dëshirave të mëdhoja bëhet kjo, që ai ti e në parlament përfaqësoje ma mirë, edhe të fole për ti e ma drejt, të ti të arrish në përmet diskutimeve të ati, të ajo shka ti për qëllim me arrit ke. A bëhet për që këtë pun kjo ajo? E që ta shpra, familja ka trazu njonin familjen haqë me shku. A gjena Arafat, Haxhia pos qerave, edhe në vendet e shenjtë akejt, pos qerave shka ban edhe lutje, apo, për ka, për veti, për që tërkan për ka ban lutje. Ban lutje, për ato njerëz shka nuk kanë shku në haqë, për ato njerëz shka i ka të shpia, për ato njerëz shka i ka shok, për ato njerëz shka i ka vllazër, për ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e që tash pra, apo e meritoj ka ki njeri me respekt edhe me nder e me gzime me përcel. Qishjo, ke meriton këta du të me mon shpin, po shkon në Arafat, me u lut për muë, a Rasulullah i ka garantu, sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el hajju maghfurun leh. Haxhia është i bon magfirat. Wali men istaghfara lahu el hajj. Edhe ai shka haxhia për ta në Arafat lutët. Edhe ai shka haxhia për ta gjatë haxhit lutët. Do me thonë, ato katunarët e tonë, shka të shkojnë si vetë në haxh atje, janë të bon magfirat inshallah. A dhe këtu shka jesin në xhami, pse ato atje lutën, si mos bon egoista, si mos bon njerëz shka e dojnë vetë vetën, si mos bon njerëz enanijin, si ta dojnë gjematin e vetë, si ta dojnë poplin e vetë, si ta dojnë vllavin e vetë, lutën edhe për këto shka e në këtu. Pra, ato shka shkojnë atje falen, edhe këto i falë Allahu këtu, pse ato shka kanë shku në udhe, janë lutë për këto. Këto njerëz a nuk meriton mi përcjell me respekta. Për këto njerëz as duhet mu gëzu familjeta, për këto njerëz as duhet mu trazu popullja, për këto njerëz duhet mu trazu populli, mi i qu si ma mirë, me i zgjedh, me i përcjell si ma mirë, edhe të njëjtën kohë, mi prit mirë. Haxhi ishte gëzim individual, haxhi gëzim familjar, edhe haxhi xhamatin ndershëm është gëzim popullor. Haxhi është gëzim popullor. Një popull i cili këtë ibadet nuk e realizon, duke ja shoqëru gëzimin më të madh gjithë popullor ndaj këtij ibadeti, ai këtë ibadet nuk e ban rregull. Ai këtë ibadet zime bë mirë. Çka duhet me bë? Duhet me bë manifestime. Duhet me bë manifestime. E kam për qëllim, shtish ka jam të fol, për manifestimet jam të fol. Manifestimin individual, manifestimin familjar, familja mu trazun kom, edhe manifestim popullor. Ashtë në rregull që haxhit kur dalin atë dite, katunit jetë i mushën plot me gëzim. Haxhit kur dalin, katunit jetë i mushën plot me gëzim. Në postava pinat shpin, këtë shpi, pinat plep, në këtë plep, u dha marë haxhive, janë familje të so ka ki vetë, një postavë barë dhe shkru me fatin inshallah, u dha marë ju koftë, ju prif, e marë Allahu Gjellaluhu dhe rahmeti ati ju shoshërofshin, loj shkrume, edhe para derës, dishka me nuni lom, me kall, me alitrik, të madhe me kall, me bomabet, me therë shok, me maru qaj, këta e bojnë katuni jonë, këta e bojnë populli jonë të mfalni, këta e bojnë mileti, po janë të e bojnë me një mënirë të vesh këto bura, se a veshk islami, janë veshk muslimanët në këto treva, edhe në këto terene, po shkojnë me aparaj hargjin si polit, ati ku shirë, a po shkojnë haxha, por hargjë ko, hargjë pashë, vëlla mak. Jo kështu vllave jam i dashur, jo kështu, po ai që po shkon në haxh, duhesh me zbrit shpirtin tanë në atë nivel, që të gëzohesh para atë që po shkon, sikur kur shkon ti. E kur shkojsh me përcjell katunarin tanë, pra, ta konsiderojsh të jetë e përcjell vetë vetën. Sikur kur i thu vetë vetës, hajde u dha marë për në haxh. Në këtë fazë duhet me kalu, duhet mu të razun kam kejt, jo mrëll, po ti shka jetu moti, jo mrëll, shka ke ajo ashtu, shka ke ajo ashtu, çfarë atmosfere, asha atmosfere jonja ku kemi ranë këtë nivel, as din mu gëzu kur ven Ramazan,
as dim ma mu gëzu kur shkot haq, as dim mu gëzu kur vjet pi haxhi. Një popull turk, i cili është turp, marrë është në Turqi, është marrë haxhia me arë pi haxhi lëki, e me arë dhe i vetë të dera shpijës, veç kur ta qele derën me himrena. Një popull 81 milion e ka vendosë këtë mës me duru. Po shka duhet me bo? Duhet me di datën kur vinë haxhin në kufi. E thonë, po në filan e raportin kur zdripin. E sa vetë me dal me prit haxhien? 500 vetë. Një haxhi me dal me prit me këtë. Të veni haxhi, autobusi s'ka me prun katon, po duhet me nalë dikun me një ven haxhi një stadion, a ku me dit ku anë gjanë larë katonit, e kejt familja rinia e familjes komplet, me të vogli me të mëj, a gje me dal me mor haxhien, e me hi për mi kërë me hunë, bile s'prish pun, s'prish pun heq, edhe me pru ketan me qef, me pru me tekbir, me pru me zom, me pru me manifestim, pi haxhit po ven. Kush po ven pi haxhit? Po ven haxhi baba, të cilit Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka falë këtë gjunat. Po ven një njeri taze. Po ven një njeri taze, shka s'ka ma të këshia me veti, as që din me mendu keq ma. As që din ma me mendu keq. Du të pak mund gjallu bura, gzim popullor. E kejt populli kur të gzohet kështo, ash element për elementeve të trazimit, freskimit, ash element për elementeve të qumës nga gjumi, me një anë prej anës. Me një aspekt prej aspekteve, po thëmë, na kemi nevoj në shumë aspekte me u trazu prej gjumit. Na jemi në kejta fushat në gjumë, më revesh, edhe në hakt fushës si vetë jemi në gjumë, me gjithë se në bujqësi s'du me ju përzi, se për bujqësi ju vetë jeni bujq, edhe në unë jam gjali bujkut edhe bujk, edhe në midis bujqësijës me të di kom, po sa i përket gjumit, më revesh, gjimë sa vera s'ka hi, hala nuk jam të dash me ditë mileti. Kja më teki si hosh, të kam drejta, Allah nuk më jellënot. Më tharroni se vonë kini me në fush, se gjimë sa viti ta, u bon 6 muje me në banë, në 4 jemi edhe pak e gjimë zviti a bon. Më tharroni vonë jeni, dilni mellni në ftoft, se për njim fjallën ftoft, dilni mellni në ftoft, se në ftoft bot, ama në zetë vonë nuk bot. Këta e shtina në harqë që shti për një kejt një qëtër sen, në temën e harqët, për kejt dishka qëtër sen. Trazonu bura, trazonu o popull prej gjumit, se shumë gjumi trash ka zonë, o popull i dashur, ka zonë gjumi trash shumë, nuk jetë e jetu se shka janë të bon qërë në tije. Edhe njëherë po këthej me për e tek i jashtë të haqit një gjonë. Fshine orini, fshine shline prej trunit fjallën s'ka e sapë. Kam dalë pak prej temës haqit. Shline se jemi në fazën më kritike vera të unis, jemi në fazën më kritike vera të unis, ja shti gabot edhe shti fitot. Mos na keq kuptoj kur kush, se shumë herë kemi qenë edhe jemi të keq kuptuar si hoxh, se hoxha shka ka puna na putokën vete punojmë, sa puna atia jaj, ta këshire xhamin, na e këshirin punën tonë. Jemi të keq kuptuar këtu, a kjo neve shumë na intereson kjo punë. Neve shumë tepër na intereson kjo punë. Shline prej trunit fjalën s'ka hesap. Se mos me punu fushën, mos me lën fushën keq, unë e di ç's lihet, po thom. Me lën se s'ka hesap. Unë e foli haptas pa rezervë, është ide e dikuj që a i qetrit këtë hesap. Ti mës me punu se s'ka hesap, ta punoj une, se unë kam hesap. Ama a di kur kam hesap une? Kur ti mës ta punoj se s'ki hesap. Kur ta impunoj ti e mës me punu se s'ki hesap, qatë dit kam hesap une. Që shti janë gara bura, që shti janë lojnat e pranverës, lojnat përfundimtare të pranverës. Kjo bot nuk ka bota e vjetër mo, është bota e garave, është bota e propagandës, është bota një fjallë të ta përdori katunar që shumë, është bota e nërskamësës. Ne jemi të urnu, ne jemi të jetu në botën e nërskamësës. Politikisht kush mu e kuj me janu komën. Ekonomikisht kush kujt mu e me janu komën. Komtarisht kush kujt mu e me janu komën. Fetarisht kush kat mu e me shkeli. Ori një e dashur, në qiket botë jemi të jetu, qelnisit. Qelnisit se ka hesap, veç një pun këtë dunjos ka hesap, ashe ditun. Ata e kanë folu le mot, e ka thonë Allahu moti, e ka thonë Rasulullah s.a.s. moti, veç një pun këtë dunjos ka hesap neja. Veç për asaj s'ka hesap. Për hoxës shka re, edhe nuk ta pregadit desin e gjumos si kushi, për që ati s'ka hesap. Për mësusit e cilë re, në klas nuk e mëson mësullin 50 minuta sa e ka, 50 minuta mësim me a shvillu hiçpanal pasi sekundu kësan, për që ati s'ka hesap. Pi bujku të cilë rinjë që është arës nuk e punon arën, që ki piqitis ka e thap. Se pi ati në fabrik, pi ati shka e kalon me rujt edhe flen, nuk e ru në fabrikën, pi ati s'ka e thap. Pi ati shka e trazut edhe livrit ka e thap. Pi bubrecit shka livrit ka e thap.
veç në të hecët e para, se ka hesab. Ju lutem me i marë këto me sinceritet në emën të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Se qështu si qkoje, që ke mentalitet si me vazhdoje. Une po thëmë kam dalë për temës, ama une jam temë mrena, po du me javë të rejkë vërejtjen me një mënirë tjetër. Qështu bura si të vazhdoje? As që ka namaz me pas si kushi, as që ka Ramazan, në Ramazan ka me pengu, as që ka haqë si kushi. Për shka për folim na? Për haqin. Një pjesë për bërë se haqit kush ishte? Malli. Ani dhe si më s'kishe hesab me punua, a më në rinë të kjo, me ta falë Allahu Gjelle Gjelalu. Po dush mi pas 5.000 markë. 3.000 po dush mi dhonë për diçka, do po dush mi marë në gjep, do po dush mi marë për hedije, do dush mi marë me hangër, familjes dush mi lonë me hangër të ritvish. Me shka po bake haji? Haji po bake me pare. Paret me shka banë, me punë. Ska shlije prej trunit s'ka hesab, se veç mës me punun këtë dunjo s'ka hesab, veç mës me livrin këtë dunjo s'ka hesab. Popo i qerë dojnë me na shkelën bi kokë, popo i qerë na kanë shkelën bi kokë, me fjallën nas kime hesab, e ato kishin hesab. Gjëmatin ndershëm, lazën besimtar, musliman të nderuar, të ri, populli imi dashur. Keni kujdes, edhe në këto fjallë të fundit që ta shka i fole edhe të fillimit, shtoni kujdesin tepër, për shkak se jemi në faza kritike. Jemi në faza kritike, numër 1 në besim, numër 2 në ekonomi, numër 3 në punë qera, 4, 5, 7 du një numra, jemi në krizën ekonomike. Bindjet e mikta kanë kalu prej anë miqve në kokat e popullit tonë. Bindjet e mikta. Këto bindje duhet me i qu pa qetër me i la me benzin 98. Këto koka duhet me i qu me i la me këthi fjallën pun në trunin e trive. Me këthi fjallën njerës në trunin e trive. Me këthi fjallën s'ka jo, po vetëm po. S'ka jo. Me hek prej trunit trive fjallën shëtitje. Me hek prej trunit trive fjallën me uvesh mirë me punu pak. Me hek prej trive fjallën me shëtit shumë me het me punu pak. Me hek prej fjallën prej barkit, prej menës triu se vetëm shka më mirë dush me hangër e sa ma let me punu. Me i shli këta, ranë me punu edhe me hangër pak në fillim nasht. Pak me vesh me punu shumë. Kjo është regulli jonë, kjo është puna jonë. Kështu na do t'a kthej ma shka kemi pas një herë, vetëm këtë mënirë. Me hek prej trunit në zanësit, me hek prej trunit në zanësit me shumit fjallën loj, me fut fjallën mësim edhe lezim. Me hek fjallën loj, me fut fjallën të tjërë shtëpije. Me hek prej në zanësit lojen edhe muzikën, me shumic, me gjdo kusht me a hek prej trunit, lojen edhe shumicën, hajgarën, bijozin, lojnat edhe futbalin edhe utakmicën edhe ndeshin, programin të cilin ja ka marë përsi për kur gjomës me lishun ta, mësimi ma pak pikejve, me ndru, kejt ma pak, mësimin ma shumë, me utrazua popull, me utrazua popull i dashur, me utrazu një herë për gjithmonë se edhe sevapi nuk ban të flit, edhe i badetet nuk ban që shtu na që kemi vendos, po ato dojnë regull, ato dojnë organizim, ato dojnë trazim, ato dojnë freskim popullor. Tash, po hemen, po e mbilim, haji edhe një herë po këthe po thëm, është haji revolucion, haji është gëzim individual, haji është gëzim familjar, haji është gëzim popullor. Haji është gëzim popullor. Kejt populli duhet më gëzu kur të vinë këtë muj. Kejt populli duhet më gëzu kur shkoje një njeri. Nja me shku në katon si ven haqë, gjëmatin dershëm. Sa shkojnë katon tonë si ven haqë, ti ben e disha. E disha janë i numër i madha, ma bashkë sa, se dim Allahu Gjelle Gjelalu kejve, inshallah, let edhe neve, edhe ative piqera ka shkojnë let edhe Kabul, inshallah, javë vanë. Nja me shku pi katonit tonë si ven. Që sa janë 10, 15, 20, nja. Edhe ashtë që si sinqert, i lutët Allahu Gjelle Gjelaluhu e ja falë Allahu ati gjunat. Në të njëjtët, lutët edhe për neve. Ja pranën Allah i lutin edhe për neve ati a gjë. Edhe a i ka bo dobi, edhe kejt na kemi pështu këtu. Na i bjenë Allahu Gjelle Gjelaluhu inshallah verën marë. Na i bjenë Allahu inshallah Gjelle Gjelaluhu jetën marë o bura. Na përmet i badeteve marsohet sistemi jetësor. Na përmet i badeteve marsohet sistemi ekonomik i muslimanve. Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu për krirjen e një ibadetit me sinceritet shumë bereqete lishon me një popull. Ne kemi paranesh ibadetin e haqit. Ne kemi paranesh një ibadet për të cilin thash javën e kalume do të angazhohen si vetë një 7 milion njerëz. 7 milion njerëz në këtë ruzull toksor në krahasim me popullatën nuk janë shumë bura. 5 miliard insan, 7 milion njerëz për shkojnë në Arafat. Po, 7 milion njerëz për shkojnë në Arafat një me. Nuk janë shumë në krahasim me palen me numrin tjetër. Po mirë,
Kur shkojnë do, po ju thojnë shtin ngruan moderne negociata, po ju thojnë seanca, po ju thojnë tubime, po ju thojnë marveshje, po ju thojnë shkamos. Kur po shkojnë do me fol për një popull, a shumica e popullit po hinë sall, a një grup e vogël po i përfarson. Pakita pra, ama çajo pakita cëlla, që ato matë meqmit, që ato matë sinqertit, që ato matë diturit, që ato matë vlefshmit, që ato shmarron lujtësit prej keve, që ato po shkojnë për folin a gje. Si ta bojnë ato mirë, a bojnë për këtë poplin mirë? Që ato në qatë salën. Ato si ta bojnë mirë, këto qetë rahat, këto në të ne bojnë. Mirë pra. Si ta bojnë kjo pakita si vetë në Arafat a gjenë haqë mirë, edhe për neve këtu këtë mirë, inshallah bojnë. Narë në fush, sa antari ka familja, i ka 15, kejt me të voglin gjept, mëdojt, vogli gra, bura, nena, nana, baba, babalaka, ku e diune, të ara sa po shkoj? Pi 16-ve, 4. Që ato 4 si ta bojnë narë mirë, dimni të shpia, bojnë për kejt mirë, dimni të shpia, se ato 4 janë a vitaliteti i familjes, ajo armatura me trash, ato që ato ka të shkoj, që ato e majnë, ato janë shtilat e familjes, ato si ta bojnë a gje mirë, kejt bojnë mirë këton, ama nuk kanë dhe me thonën edhe ajo nena, si të doje me hangër, edhe ajo nena në 90 vetë herës në fush, pra edhe ti ha. Si të dush, jo, ajo i bando pun qera, kur ta përkune gjepin të shpia ajo, shka të bo, ajo kur ta përkune gjepin të shpia, ashtu i ra tokës me kopacin matë fel pikejve. Ajo kur ta përkune gjepin të shpia, ashtu e ndërtu ndërtesën matë madhe shka e ka në gjep ati. Pra për atë shkak njone e ban një pun këtë islam, njone e ban një pun qëtër. E kejtë zbashku, shka bojnë pra? Kejtë zbashku jemi të këthim, ka Allahu gjelle gjelaluhu o gjelle shanu, kejtë zbashku angazhohemi në kohën e haqit për haqin, kejtë zbashku angazhohemi në kohën e Ramazanin për Ramazanin, në kohën e zëqatit për zëqatin, prej neve Allahu gjelle gjelaluhu prit luft, aje lufta ishte të në shumë loj, kur ishte lufta me haqin për banshmina, kur ishte lufta me pare, kur ishte me fjal, edhe qëllimi ashtë që na jetë jemi gjithmonë në kam, në trazomin njëherë, edhe gjithmonë, njëherë edhe për gjithmonë, prej gjumit gjatë i cilin e ka zonë, ose të largojmë jargonin të cilin me gjumin e huj, në e kanë qitë sive qertë, kanë dëshiren, me në e vadit hala jargonin më në tepër, kanë dëshiren me në e qitë substanca gjumose, për me flet edhe ma fel në gjumët e tona ne duhet me qenë freskët, dikush duhet me në ngreja, hoxha, mësusja, politikonja, ekonomikua, juridikua, ku e djune, dikush kush do koft, në të në ngreje, në të në trazoje prej gjumit, edhe një herë për gjithmonë të i thojmë nejes, të i thojmë papunës, të i thojmë mësmarsimit, të i thojmë keqës, të i thojmë praptës, lam të mirë, për gjithmonë të i këthemi asaj shka Allahu gjelle gjelle në thret, ajo shka në thret Allahu në këtë dunju e ka emnin besim, masi e ka emnin besim e ka emnin pun, masi e ka emnin pun e ka emnin falje, masi e ka emnin falje e ka transitim, kalim prej kësaj bote, më në fun e ka emnin fitim i gjennetit Allahu gjelle gjelle zbashku insha Allah, e në këtë ditë madhe, sot në këtë ditë gjuma, e lusim Allahun gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, që haqive shka të dalin si vetë në Arafat, let edhe Kabul t'javë ban, e lusim Allahun gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, kush me shkat nisët në tudh, Allahu gjelle gjelaluhu ja bof, let ja rabbel alamin. Edhe i një moft me kri, edhe me këthi të shpia mirë, e marë, e i falun, edhe e lusim, si cëllë njeri shka të dalin në Arafat, për hirë këti dinit malë, për hirë të popullit, për hirë të gjematit, për hirë të fmive, që ato njerëz shka të dalin a gje, ato shka i kanë lënë të shpia këtu, mës t'i harrojnë prej lutjeve. Ato shka i kanë lënë këtu, mës t'i harrojnë prej lutjeve të veta, se nuk është njajt me u lut në kodër të madhe, edhe nuk është njajt me u lut në kodër e rahmetit. Lillahi l-Fatiha.